Në kuadër të ditës ndërkombëtare të fëmijëve në situatë rruge, Bashkia e Shkodër ka organizuar një aktivitet ndërgjegjësues në ambientet e qendrës komunitare të familjes. Në fjalën e saj, Rudina Kruja, specialiste e njësisë së mbrojtjes së fëmijëve në Bashkinë Shkodër, theksoi se mesazhi ndërgjegjësues i kësaj dite, mos dhuro para, dhuro kujdes, u drejtohet të gjithë aktorëve që kanë si pjesë të punës së tyre mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe vetë fëmijët. Mos dhuro para, por dhuro kujdes për fëmijët. Ky mesazh i drejtohet gjithë strukturave publike dhe jo publike, pra të gjithë ne profesionistë që punojnë në fushën e mbrojtjes së fëmijëve, i drejtohet prindërve, i drejtohet komunitetit, i drejtohet familjes, individëve në përgjithësi. Të gjithë ne duhet të ndërgjegjësohemi për fëmijët në situatë rruge dhe të ndihmojmë ato në mënyrë që të integrohen në jetën sociale dhe kulturore. Bashkia e Shkodrës përpara një viti ka planifikuar dhe po zbaton planin lokal të fëmijëve në situatë rruge. Dhe janë krijuar skuadrat e terrenit, të cilat identifikojnë dhe referojnë rastet e fëmijëve që janë në situatë rruge dhe ky realizohet në bashkëpunim dhe me organizatat jo fitilpruese dhe institucionet e tjera përgjegjëse për fëmijët. Gjithashtu është nënshkruar dhe një marrëveshje treministrore mes Ministrisë së Mirëqenies Sociale, Ministrisë së Arsimit dhe Ministrisë së Brendshme, ku janë të përcaktuar qartë rolet dhe përgjegjësitë e gjithë secilit nga këto institucione. Puna me fëmijët sigurisht është një proces mjaft i vështirë dhe kërkon kontributin dhe bashkëpunimin e gjithë aktorëve. Ky aktivitet u organizuan nga Bashkia e Shkodër me mbështetjen e Drejtorisë Arsimore Rajonale dhe OJQ-ve. Ndërkohë, fëmijët në situatë rruge vijojnë të jenë në vëmendjen e Bashkisë Shkodër, jo vetëm me zbatimin e planit lokal, por së shpejti për këtë kategori do të ndërtohet edhe një qendër multifunksionale, e cila do të ofrojë një sër shërbimesh të ndryshme.